me 1-2 prill 1981 që ndodhen, më nërë fillon arrestimi i studentëve. Unë isha student atë botë. Edhe fillon të na vërgosin shokët tonë që ishin. Edhe fillon të dënojnë me dënime drakonike prej 15, 20, 25 vite. Një prej atyne gjykatësve në përndaja e kom dëgju ka thëtë unë kom qenë i mëshirshëm ndaj studentëve, nuk i kom dënuar sikur shokët e mi që i dënoshin më nga 25 vjetë. Thëtë po ne i dënuva prej 4 deri 10 vjetë, 15 vjetë. Dhe më thonë, ati i do kesh shumë pak, 5 vjetë deri 15 vjetë që kështë dënu. Pse nonat e tyre që këshën prit aty para burgut nishit me vizitue djemë të tyre, ty i thonë që ju sërbisht keni me folë, se i kanë marrë përkthyesin, kanë dashur me folë sërbisht shqip, e mja përkthyja aty në atje, ajo do ke madhe, ajo do ke vogël, ajo me prit dimën e verë, ato nana e baballar dëgjor para dyrëve sërbisë. Të më thonë që i kanë shërbjuni. Pse u dënun, pse thanë Kosova Republikë, kjo fjali. Edhe pse u shkujt kërë në për shënëshë në për mure, shtëpijave në për do rrath bunarve, e i gjeshin kush janë, edhe një marshin i dëneshin. Më në qatë është dasht ata që të gjenë qatë material që të dënohen këta teritonë. Dhe që është mas kesi, as një nga gjykatësit, as prokurorët shqiptarë tonë, nuk është dalë me distancue, me thonë, ka qenë regjimi brejtil, për kërkojmë falje, për dimi që kemi bo me katë me këta të ri, se për një parullë Kosova Republiki dhe i kanë dënue, asë një nuk ka pas. Asë një, edhe këta të burgosnit të tjirë, këta profesorat tonë që në kanë u këshin hote, këta që i dënon, asë atyne nuk ju kërkun falje familjeve tyne, pse i dënon e mbetën ashtu.